Qeveria keneze ka dhënë vendimin zyrtar se do të mund të fillojë në muajin shtator, por jo të gjitha shkollat do të mund ta fiksojnë një gjë të tillë. Kjo do të jetë në shkolla të cilat kanë një teknologji shumë të zhvilluar, që kanë një orë mësimi me një teknologji, për shembull Universiteti i Pekinit apo Universiteti Tsinghua, që janë nga më të mirët pothuajse jo vetëm në Kinë, por edhe në 10 më të mirët në botë, dhe që kanë një teknologji apo një staf profesionist shumë të mirë për sa i përket teknologjisë për studentët, por kjo do të jetë për një tagër studentësh dhe jo të gjithë. Nuk do të futen në shkollat fillore apo në shkolla private apo në shkollat e ciklit ulët. Do të jetë vetëm për shkollat teknologjike apo persona që janë të interesuar për të mësuar teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Sigurisht që si thash, vetëm për një tagër të saktuar dhe jo për gjithë ata, sepse fëmijët sa do të mësojnë mund të kenë një ide të thjeshtë për teknologjinë e tyre, për shembull për nëse do të luajnë me lojra, kompjuter apo nëse do të zhvillojnë me tiketron apo me laptop, me tablet, një gjë të tillë, por gjëra shumë të thjeshta. Por në mënyrë që të hyjnë me detaje procesi se si krijohet inteligjenca artificiale, robotë të tjerë, është një target i caktuar personash apo edhe pedagogësh të cilët do të japin mësim. Kjo nuk do të jetë 100% për gjithë sistemin shëndetësor, do të jetë në mënyrë provizore për shumë student, edhe pedagog, por edhe universitete të caktuara, të cilat jo çdo kush mund të arrijë, sepse duhet bëhet një testim dhe një nivel shumë i madh për të arritur deri në atë nivel, sepse jo çdo kush mund të arrijë deri në mësimin e inteligjencës artificiale në shkolla.